Freno gjuhën nga të folurit e panevojshëm. Kjo thonje nga Imam Aliu thekson rëndësinë e të folurit vetëm të asaj që është e nevojshme dhe shmangjes së të folurit të tepruar. Imam Aliu, i njohur për urtësinë dhe kuptimin e tij të thellë, thekson se është më keq se mos artikulimi të flasësh përtej asaj që kërkohet në një situatë të caktuar. Për të kuptuar më tej rëndësinë e kësaj thonje, le t'i drejtohemi Kuranit për sqarim. Allahu vazhdimisht thekson rëndësinë e të folurit me urtësi dhe shmangjes së të folurit të tepruar. Në surën Isra, ajeti 36, Allahu thot: "Dhe mos ndiq ata për të cilët nuk ke dijeni, vërtet, dëgjimi, shikimi dhe zemra, për të gjitha këto do të jeni të pyetur." Ky ajet nënkupton përgjegjshmërinë që kemi për fjalët tona dhe domosdoshmërinë e të folurit vetëm kur kemi njohuri dhe mirë kuptim. Për më tepër, në surën Kalam, ajeti 4, Allahu thot: "Në të vërtetë, ti je në shkallë të lartë morali." Ky ajet nxjerr në pa karakterin fisnik të profetit Muhammed dhe shërben si shembull për ne që ta ndjekim. Profeti Muhammed ishte i njohur për fjalimin e tij të përmbledhur dhe kuptim plot, duke i zgjedhur gjithmonë fjalët e tij me kujdes dhe duke shmangur fjalët e panevojshme. Thënia e Imam Aliut në këtë përshkrim përputhet plotësisht me mësimet e Kuranit dhe shembullin e dhënë nga profeti Muhammed. Të folurit e tepërt mund të çojë në pasoja të ndryshme negative, mund të shkaktojë keqkuptime, të krijojë konflikte dhe madje të dëmtojë marrëdhëniet. Për më tepër, mund të çojë në humbjen e kohës dhe energjisë, duke na larguar nga ndjekjet më produktive. Duke folur vetëm atë që është e nevojshme, ne mund t'i shmangim këto gracka dhe të sigurohemi që fjalët tona të kenë një ndikim pozitiv. Kjo kërkon vetëdije dhe ndërgjegje në komunikimin ton. Ne duhet të përpiqemi të flasim me qartësi, koncizitet dhe rëndësi, duke marrë parasysh nevojat dhe rrethanat e situatës në fjalë. Thënia e bukur e Imam Aliut shërben si një prokujtesë për të gjithë muslimanët që të jenë të vetëdijshëm për fjalimin e tyre. Na inkurajon të mendojmë mbi fuqinë e fjalëve tona dhe përgjegjësinë që kemi në përdorimin e tyre me urtësi. Le të përpiqemi të ndjekim shembullin e profetit Muhammed dhe mësimet e Kuranit, duke folur vetëm kur është e nevojshme dhe duke u siguruar që fjalët tona të jenë të dobishme, kuptim plota dhe në përputhje me parimet e Islamit. Allahu na dhënë urtësinë për të folur me urtësi dhe aftësinë për të frenuar gjuhën tonë nga të folurit e panevojshëm.